Rasti tjetër e dinjet, djaloshin tonë atje në diaspor, ishte njoftu me një vajzë të vendit agjeshëm, dhe i thot babës vet, baba nuk pranon, thot jo biro, jo, ka plot muslimane, ka shqiptare, elhamdulillah, thot po bere tjetë muslimane. Edhe i thot, o ti, fisnike, thot, nuk mund të martohem unë me ty, baba im nuk më jep leje, pengesa është se ti nuk je muslimane. Tha, po ti je muslimane, po të bëhem muslimane, tha, nuk ka problem. Tha, unë e pranoj islamin, veç të regom si bëhet njeri musliman. Tha, nuk di. Ja, mos më shtimun ato të lashe tash. Unë të kallëzoj si bëhet musliman, po ku e di unë si bëhet musliman? Po tha, po si t'ja arrim, pra unë të bëhem musliman, ti s'din me më tregu, e si të bëhem? Tha, mjep do libra, do CD-ja, do tha, po, tha, atë mund të bëj. E t'ja merë në përgjamia, do libra, do DVD-ja, CD-ja, atë t'ja grumlon, e t'ja qon. Kur i pa, tha, këtu pas ka material. Tha, prit, tha, kur ta kry unë me këta, tha, ty të bëj telefon dhe takomi t'jap gjevap. S'ka problem, ki po prit me dite, me jave, me muje, dikur e thiri, tha, hec kënde, takohemi, kur u takun, tha, qka ka? Tha, unë, ajo femra, tha, unë kom vendos ta pranu islamin dhe të bohem muslimane. Tha, shqiro zot, tha, do martohemi, tha, jo, tha, pse? Tha, se ti si je musliman. Tha, unë, tha, po valla, tha, në basë kësaj që i kam lexu unë, ti si je musliman. Po rrug dalja,